Se mendon që kemi një turm kaq të frustruar ndaj njerëzve që mbajnë kafshë shtëpiake dhe që kujdesen? Është diçka shumë e vështirë për me deshifru, po ka marrë në një përfundim që ata njerëz cilët vjellin vrerë ndaj personave që kanë kafshë, unë mendoj që ata e kanë jetën e tyre pa keqardhje, them s'katërë. Edhe e shfaqin një farlloj xhelozie në njerëz që mbajnë kafshë. Se një njeri që mban kafshë duhet mi pas vërtet kushtet e mira. Si një fëmijë që nuk rritet kur, ti duhesh me qu te veterineri, në kontrolla, duhesh me qu në vaksinim vjetor, duhesh me shetit çdo ditë. Me able ushqimin. Po, ushqimin, që të ndihmon ty për fizikon tënd me majtë shëndetin në nivelin më të mirë, se duhesh me qu në mëngjes me shetit, në mramje, do me thonë duhesh me pas një lloj kohës, duhesh me pas një lloj buxhetit për me mbajt kafshë. Unë mendoj që një shtresë e cila nxit dhunë, qysh e thash edhe vjell vrerë, është një shtresë e cila nuk mundet mi përballë këto që i ceka. Edhe mandej ju lind një farë xhelozie në shpirt që vërtet e nxjerrin pa në çdo koment. Edhe kur hen mandej në faqet e tyre për kuriozitet mi pa, vërtetor pikërisht për këto që thash. Kështu që Duka gjenë tregom, do të zgjedhje të bëjë diçka për shkak të pasionit apo një punë e cila paguhet mirë? Kështu atëherë pagesa normal që është diçka shumë e rëndësishme, kohët e fundit se gjithçka po lidhet rreth saj, na nuk mundesh me bën një jetë të mirë nëse nuk e keni pagesë të mirë. Po për mua gjithmonë ka qenë pasioni. Edhe gjithmonë e kam bë punën me pasion. Tash dhe me thonë këtë kohën e fundit, unë jam të e vrejt veten që jam ma shumë se që duhet të fokusun të puna. Për shembull, gjithçka më lidhet me punë. Ku jetë shku në punë.